Brezi i sotëm nuk ka për ta kuptuar kurrë që njëri nga ripat e kanatieres ishte në të vërtetë vetëm një varse çelësash, që kopsat e palltove apo pardesyve për sy tan ishin thjesht kopaça, që tokat e njëri tjetrit neve ja zaptonin vetëm kur luanin botash, që karroca me guzhinjeta ja fut para prapa monopatinës, që shpatat artizanale prej derrase ishin shumë më të bukura se këto kallçuqet kineze me ngjyra që i gjen gjithkund, që i njëjti top përdorej për të luajtur futboll, volejboll, basketboll, topa xingsi apo topa djegsi, që mund të luash vetëm me shok, pa patur nevojë për asgjë, quhet kalat di bronçe, që çapa që kafshoje tek feta e bukës me vaj dhe sheqer e shokut ishte 2 herë më e shijshme se çdo molto, bake rolls apo mbeturina të tjera kimike që sot i gjej nëpër dyqane. Qëllimja që kishe pasi ishe qartë duke luajtur nuk ishte asgjë përpara frikës prej racionin që të priste kur të futeshe në shtëpi, që një larje fshehur azi në liçen ja vlente gjithë dajakun që do të haje me zorrën e çezmës. Pasi ytat me efikasitetin e një investigatorit të denj për CSI kishte kruajtur me thojën e tij Crown Tën dhe të kishte demaskuar me anë të një vize të bardhë që mbete mbi lëkurë. Ky brezi i sotëm nuk ka për ta kuptuar kurrë që Miami Vice ishte vite dritë larg më i bukur se erto grulet e tanishëm, ndërsa çdo femër do ta konfirmonte që një ishin vitrinat do të ngjante si telefilm indian përpara Santa Barbara, që Ambra Angiolini, Alessia Mers, Laura Fredi dhe të tjerat e Nonela Rai për vajzat ishin muza të padiskutueshme, ndërsa për sytë e djemve ishin më mirë se sa filmat porno. Qila Pjovra ishte dhe është akoma në mënyrë të padiskutueshme filmi italian policesk më i miri të gjitha kohërave, që princi i vërtet nuk ishte i kaltër, po quhej Willy dhe ishte nga Bel Air, që mund të takoje atë që doje kur të doje, edhe pse nuk ishte celular, që të mjaftonte një telefon në pallat për të komunikuar me të afërmin që kishe jashtë shtetit, që të ishe gratis te Ismaili, Petronini, Samiu apo Qemali, ishte komplet gjë tjetër nga të qenërit me pagesë të majme te Konica, Wilsoni, Turku apo Amerikani, që xhiroja te piramida, universiteti, liçeni në blog dhe pastaj te parku Rinia, ku lije orët e mësimit, ishte një mast. Ky brezi i sotëm për fat të keq nuk ka për ta kuptuar kurrë që mund të jetosh mirë edhe pa iPad, që mund të jetosh mirë edhe pa qenë djali i filanit apo vëllai i fistekut, që mund të jetosh mirë edhe pa patur miliona, nëse ato para janë bërë pa djersë dhe në kurrizë të tjerëve, që mund të jetosh mirë edhe nëse nuk e fshin nga memoria që vim të gjithë nga radha e qumshtit.